i cili na begatoi me të mirat e tij. Salatet, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Para disa ditëve rastisëm më dëgju një ligjerat për një hoxhe ton, Allah është përbleft, dhe dashta bukfalmi për cjell ligjeratën që kam dëgju prej ti deri te kjo, për shkak rëndësisë dhe dobive të mëdhaja të këtyre ajeteve që i ndëgjuam e që i dëgjojmë e i lexojmë pothuajse për ditë, mirë po në këto dobi asnjëherë nuk kemi ndëgju. Ajete nga surja Bekara, ku Allahu subhanahu wa ta'ala tregon se si Allahu i nderon, i respekton miqtë e tij. Dhe lidhshmëria e aftrimit të robit me Allahun dhe begative që Allahu pasaj ja jep robit. Fjala e Allahut në surën Bekara ku Allahu thot: Alam tara ila alladhi hajja Ibrahima fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk idh qala Ibrahimu rabbiya alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahimu fa inna Allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghribi fa buhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. A përkujtoni, a meditoni momentin e atij i cili polemizoi me Ibrahimin a.s. Hajja Ibrahim. Allahu subhanahu wa ta'ala në ajete kuranore edhe me një shkronjë prej shkronjave në ajet në jep neve mësim. Edhe me një zgjatje prej zgjatjeve që janë në Kur'an, Allahu na jep neve mësim. Allahu thënë Kur'an: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira." A nuk ndalen njerëz ta meditojnë fjalën e Allahut, sikur Kur'anit kishte qenë prej dikujt tjetër pas Allahut, kishin me gjetë kundërshtime. Kishin me gjetë kundërshtime mes ajeteve. Mirë, po nuk është e tillë. Kur'ani është fjala e Allahut subhanahu wa taala, e shpjegon njëra tjetrën. Allahu me zgjatjen Kur'an na jep neve mesazh. Që Allah thot: a e përkujtoni momentin e atij që polemizoi me Ibrahimin alayhis salam, të cilit Allahu i kishte dhënë pushtet. Mirë po, shumë interesante është fjala. Hajja Ibrahim. Zgjatja është obligative 6 zgjatje. Na jep Allahu neve një mesazh se në qëfar sikleti dhe në qëfar vështirësie dhe çfarë rëndësie ka qenë Ibrahimi a.s. ka qenë mbretit. Ballafaqimi një besimtari me një jo besimtar, e ky jo besimtar kur tjetë tiran prej tiran dhe më të mëdhej që ekziston në këtë dunja, ky ballafaqim nuk është i lehtë. Sa do qofë situata dhe forcia e besimit të besimtarit, është vështirë. Pas me lehtësimin e Allahu xhel xhelalu, gjithçka që kalon me lehtësimin e Allahut subhanahu taala. Na jep neve Allahu mesazh që në qoftë se juve ju ndodh kur të ballafaqoni me Tiranë prej tiranëve të kësaj dhunjaje, normal është me pas pak panik. Mirë po, besimtari i mbështetet Allahu xhel xhelalu dhe kalon lehtë. Kështu ka qenë gjendja e Ibrahimit alayhis salam edhe me popullin. Wa hajjahu qawmuhu qala atuhajjuni fillah. Shënë të i lexoj ajetet, nalët frimat nalët. Para mendoj çka qenë gjendja Ibrahimit alayhis salam, djalosh veç me këtë popullin. Për çka? Duke ja shoh fenë e tyre, duke ja konservu fenë e tyre të kodë dhe duke i thirr me adhuru Allahu subhanahu wa taala. Po të nal ka frima, nalët frima. Normal është kjo. Normal është kjo. Ballafaqim besimtarit me jo besimtar, normal është me ndodh kjo. Mirë po, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahu i forcon besimtarët me fjalë të qëndrueshme në këtë dunjë dhe në botën tjetër. Kjo është e kryme. Allah na vë prej tyre.
Polemizoi Ibrahim alayhis salam me këtë tiranë. Ibrahim alayhis salam i tha, Zoti jem, jep jetë dhe merr jetë. Tha, ana uhyi wa umit. Tha, dhe une jap jetë dhe marr jetë. I mur dy veta, njërin e vrojti, njërin e lëshoi. Mendoj që e mujtin argument Ibrahim alayhis salam me këtë vepër. I tha Ibrahim alayhis salam, Zoti jem e bje diellin prej lindjes. Bjere ka perëndimit mushti. Fa buhita alladhi kafar. Fa buhita alladhi kafar. U shtang ai që ka mohuar. Allahu nuk ka uzon popullin e padrejt. Mesazhi i këtyre pjesëve të ajetit na jep neve mësim Allahu xhelel xhelalu që besimtari duhet të jetë me dituri të fuqishme për besimin e tij dhe me dituri për besimet e tjerëve. Me ditë se çka ata flasin, çka ata japin për dyshimeve që më i bë demand. Në momentin Ibrahim alayhis salam i bën demand. Tha Zoti jem e bje diellin prej lindjes, bjere ti ka perëndimin. Fa buhita alladhi kafar. U shtank ai që kishte mohuar, Allah nuk e uzon popullin e besimtarëve. Kjo ndodhi Ibrahim alayhis salam me mbretin me Nemrudin, ndodhi shumë e madhe. Me dobi të shumta. E Allahu xhelel xhelaluhu në fund e bani që me ngadhnjy e vërteta. Me ngadhnjy e vërteta me çka? Me argumente. Me argumente nga fjalët e Allahut subhanahu wa taala dhe kështu ka ngadhnjy e vërteta çdo herë me fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra besimtarin këtë jetë duhet me jetue duke u bazuar në fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse jetojmë kështu, asnjëherë në jetë s'kena me pas kontradikta. Asnjëherë në jetë nuk ka mundësi me pas kontradikt. Pse? Për shkak se ti e ke definicionin. Ti e ke ajetin dhe këtë ajet e ke për tani jetën tënde. Kur fillojmë me largu prej ajeteve dhe haditheve, fillon eksperimentimi me fenë e Allahut subhanahu wa taala dhe pastaj për shumë pak kohë, jo shumë gjatë, për shumë pak kohë dalim çesharat. Pse? Për shkak se kemi përdorur ajetin. Kur ta përdor ajetin tash, e përdor edhe pas 5 vjeçë, e përdor edhe pas 10 vjeçë, e përdor tani jetën dhe tani jetën tonë je i njëjti. Je i njëjti në raport me Allahun xhelel xhelaluhu, pra në nënshtrimin ndaj fjalës së Allahut dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vetëm këtë mënyrë ka më ngadhnjë besimtarin. Këtë botë dhe botën tjetër. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 سنة ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Allahu jep shembull në Kur'an. Me këto shembull në Kur'an, Allahu nuk don me na tregu neve histori. Ka ndodh, ka shku, u ballafaqu Ibrahim alayhis salam me mbretin, e ka pas pak rang, po ka shpëtu, u kry. Histori shumë interesante. Film me e këshyr histori apo ngjarjet e Kur'anit sikur film. Jo. Allahu xhelel xhelaluhu me çdo ngjarje neve na jep mesazh. Me çdo ngjarje neve na jep mesazh. Na mëson Allahu subhanahu wa taala. E dietarët janë ata të cilët mas mirë ti i nxjerrin dobit prej Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë për shembull i atij i cili kaloi rreth një fshati. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha. Thot, çish ka mund gjallë ky vend pasi që është shkatruar. Thuhet që ky fshat ka qenë Beitul Maqdis. Allahu e lirof prej dorës së Jehudëve. Gjithë tokën e shenjtë. Vendin e bereqetshëm. Thuhet që ka qenë Beitul Maqdis, pasi që e ka shkatruar Bukhtansa, një prej tiranëve të tjerë të cilëve Allahu ka dhënë pushtet për jo besimtarëve, Nemrudit edhe Bukhtansa i ka dhënë Allahu pushtet shumë. Linjë dhe perëndim kanë pas pushtet. Vjen dhe shkatron Beitul Maqdis. Kështu ka ardhur shpjegime në tefsir të Begawive Xheni dhe tefsire të tjera. Ka kalu
ky njeri, kush është ky njeri? Ka shumë polemik mes dietarëve kush është ky njeri. Thuhet që ka qenë Uzejri nga Beni Israil. Ka kaluar, ka pa të shkatruar. Kuptimi i fjalës të shkatruar komplet, pa banim, pa kurrë. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Çish ka më unë gjallë kjo, pasi që ka vdek, pasi që është shkatruar. Jo se ka thonë në këndin e dyshimit, në plotfuqishmërinë e Allahut, po ka thonë në këndin e çudisë. Çish bëhet me ky vend? A ndodh neve? Ku bëhet me kërë këna? Të raskapit lodh. Pas bëhet, jo bëhet, investon edhe ndrejqë, s'është problem. E ka thonë në këndin e çudisë, çish bëhet me ky vend? Fa amatahu Allahu 100 am. 100 sana. Allahu e bani që me vdek 100 vjet. 100 vjet. E zugjumi. Edhe Allahu e mshefi prej syve të njerëzve. Ka të si Imam Begaviu, pas 70 viteve, Allahu i bje përsëri Ben Israilt. Ka shpjegim që Allahu e urdhëron mbretin e persianëve me ardh me ndërtu, me zhvillu Beitul Maqdis dhe vinë Ben Israil dhe e banojnë Beitul Maqdis përsëri. Pas 70 viteve, pas 100 viteve, Allahu e ringjall Uzejrin. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'atha. Qala kam labith? Pas 100 vjetëve, pasi që është ngjall, i është thonë kem lebith, sa ki qëndru, sa ki pushu, sa ki flejt, sa ki nej. Kale jomën au bada jomë, një dit ose një gjysdyte. Një dit ose një gjysdyte. Allahu i thot bel lebith të 100 amin, jo për kundazi, ki nejt 100 vjet. Fandhur ila taamike wa sharabike lem yatasanna. Qyre ushqimin tanë, hiç s'u ka prish. Çka ka pas ushqim? Për ushqimeve, ka orë tefsir, se kanë qenë të freskëta sigur me ish pas shkut për drunit, që aty, pas 100 vjetëve. Fandhur ila taamike wa sharabike lem yatasanna. Qyre ushqimin tanë, hiç s'u shprish, i freskët. Wandhur ila himarike wa linaj'alahu ayatan linnas. Ka thonë këshira dhe gomarin tanë. Çka me këshirë të gomari? Eshtra të bardha. Eshtra të bardha. Allahu e ka ringjallë. Dhe ka thonë, këna në bo këtë argument për njerëzit. Wandhur ila himarike wa linaj'alaka ayatan linnas, wandhur ila al-idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma. Edhe tash këshire trupin tanë. Ja ka kriju Allahu sytë, që me po trupin e vetë, qysh po e kryon Allahu xhalla xhelaluhu. Falamma tabayyana qala a'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir. Tha, e di që Allahu është i plot fuqishëm të realizon çka do. A pa dyshim Uzejri në ringjallje, a pa dyshim në plot fuqishmërinë e Allahut subhanahu wa taala? Jo, po e tha atë fjalë nga çudia, çysh bëhet më ky vend. Ka thonë dietar, dhe këndi tjetër i kuptimit të ajetit e tha në kuptimin me e pa me sy, së unë e besoj, e kam bindje. E bindje të dietarët është një kategori, po ka shumë kategori. Ka bindje dituris edhe bindje me sy kur është. A jemi na të bindur që do të vdesim, jemi të bindur. A jemi të bindur që na do të ringjallemi ditën e gjykimit, jemi të bindur. Mirë po, a është e njëjtë bindja që e kemi tash dhe bindja ku ta shohim me lekun e vdekjes? Allah na lehtësoft të qaste dhe na forcoft të qaste, apo nuk është njëjtë? Se kjo bindje që e kemi tash është bindja e ilmit, ilmul yakin. E bindja ku ta shohim me sy është ainul yakin. Me sy të po, këtu mo u ka krip. Pastaj Allahu xhel xelaluhu, pastaj Allah subhanahu wa taala e bën një ajet tjetër. Për sërit të Ibrahimit a.s. O idh qala Ibrahimu Rabbi arini kejfe tuhji l-mauta. Ajeti i lartë përmendur, Allah të regon këtë ajet se si Allahu ja mundësoj Uzejrit me e pa ringjallën e këty venit edhe me e pa ringjallën e gomarit edhe ringjallën e vetës vetë. Qysh krijohet, me sy me e pa. Qysh e ringjallë Allahu xhalla xhelalu.
Sa i plot fuqishëm është Allahu subhanahu wa taala me pa me ainul yaqin. Tash Allahu na bën një ngjarje të tillë të ngjashme me Ibrahimin alayhis salam. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta. Kur Ibrahimi alayhis salam I tha Allahut, ma mundso me pa qysh I ringjall të vdekurit. Qala awalam tu'min? I tha Allah, ti nuk beson? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tha unë besoj, po që të më qetësohet zemra. Çfarë më thon kjo që të më qetësohet zemra? A ka pas dyshim zemra që ti vot rahata? Jo, me pa me sy, ainul yaqin. Se ilmul yaqin bindje kam, që Allahu ringjall, po me pa, du me pa me sy. Tha Allahu فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. إذا الله سبحانه وتعالى مري katër zoç edhe të coptoj I ka coptu I ka nda në 4 pjesë çdo zot e ka nda në 4 pjesë pastaj çdo një pjesë të një zokut e ka nda në 4 kodra thuhet në 7 pjesë në 7 kodra dhe kokat I ka mbajt të vetja thumma du'uhunna yatinaka sa'ya pastaj thirrjet e kanë marrë copa kanë mund gjit këtë se cila pjesë e përzimit që është atë për kodra ka më ardhë, ka më bashku të vendi vetë, ka më këthy aty për ka vendi qysh ka më këthy njeriu të vendi vetë ka mundësi I ka mbet një kram filan vendi ka mbet një kom filan vendi ka mbet koka filan vendi ditën e gjykimit këtë bëhen me një vend I mbledh Allahu këtë me një vend dhe dalin para Rabbul Alaminit me dhënë llogari dhe tha dije se Allahu është I plot fuqishëm dhe I urtë A pa dyshim Ibrahimi alayhis salam? Jo. Po çka ndodhi? Dashti me e pa me sy. Allahu ja mundsoi me e pa me sy, çysh ndodhi ringjallja. Ajo dobija e këtyre ajeteve subhanallahu që e përmendi para disa ditëve një hoxh për xhallarëve të tonë në këtë mesxhit tha se këto ajete kanë ardhur pas një ajeti tjetër në surën Bekara. Pra ka ardhur një ajet, pas këtij ajeti kanë ardhur ajete që tregon Allahu për ringjallje, se çysh Allahu ka mundsu disa prej robëve të tij me pa çysh bëhet ringjallja. Cili është ajeti? Është ajeti ku Allahu thotë në Kur'an, ajet shumë I njohur për juve se unë e lexoj gati se çdo namaz. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا الله është miku I atyre që kanë besu ndihmuesi, përkrahësi miku I atyre që kanë besu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allahu këta njerëz I nxjerr prej errësirave në dritë. Për ata që kanë besuar Allahu subhanahu wa taala janë miq të Allahut xhela xhelalu. Pastaj kjo miqësi me Allahun subhanahu wa taala apo janë të ndihmorit nga ana e Allahut subhanahu wa taala, pastaj varësisht veprave, varësisht dëgjimit dhe respektimit ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e marrin gradën te Allahu xhela xhelaluhu në këtë ndihmë, në këtë miqësi me Allahun subhanahu wa taala. Mirpo, çdo besimtar është mik I Allahut subhanahu wa taala, është rob I Allahut, është I ndihmuar nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj gradat e evliallëkut që mrin besimtarin në këtë dunjë janë kulminacioni kur ai nështrohet Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në umetin tonë. Allahu I nxjerr prej errësirave në dritë. Dhe Allah neve na jep mesazh në këtë fjalë se rrugët e devijimit janë të shumta, kurse rruga e vërtetë është një. Dhe na çdo herë lutim Allahun që Allahu të na udhëzon ihdina as-siratal mustaqim, na udhëzon në rrugën e drejtë. Dhe nuk I themi Allahut na udhëzon në rrugët e drejta, po në rrugën e drejtë, një rrugë është e drejtë. Një rrugë është e cila çon
në xhennetin e Allahut xhela xhelaluhu. Ajo është në nështrimin ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse rrugët që e shpihen robin për zjarr xhenemit janë të shumta, dhulumat, errësira të shumta, rrugë dhe rrugita të shumta, mundësi dhe shanse të shumta, mu fund xhenemin Allahut, Allahu na ruaj. Walladhina kafaru awliyahum at-taghut. Ata që kanë mohu, jo besimtarët, janë miq të tagutit, të shejtanit, dhe gjithë çkajet që adhurohet pas Allahut subhanahu wa taala. E shejtani ata i largon prej dritës, prej rrugës së vërtetë drejt errësirave. Ulaika ashabun nar, ata janë banor të zjarrit, hum fiha khalidun, aty do të qenë përgjithmonë. Cili është mesazhi shumë i dobishëm që përmendi Hoxha ditë, mes këtij ajeti dhe ajeteve më poshtë të përmendura, se Allahu subhanahu wa taala kur e do një rob të tij, Allahu xhelle xhelaluhu për ata i ndryshon edhe disa tradita të pandryshueshme. Dhe këto janë përjashtime, jo çdo herë. Ringjallja nuk ndodh në këtë dunjë. Ringjallja nuk ndodh në këtë botë. Mirë pa Allahu ja ka mundsu Ibrahimit a.s. Ja ka mundsu Uzeirit me e pa me sy çysh ndodh ringjallja. Çysh ringjallet. Çysh krijon Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është dhurat e Allahu xhela xhelaluhu me ja mundsu robit vet me e pa këtë vepër. Që na jep ne mesazh Allahu subhanahu wa taala se puna kryesore të cilën ju duhet të preokuponi është Allahu subhanahu wa taala. E në qoftë se punët me Allahun rregullohen, në qoftë se me raporti me Allahun është çish duhet, në qoftë se besimtari është rob i dëgjueshëm dhe i respektueshëm maksimum ndaj Allahut subhanahu wa taala, punë të kësaj dunjaje, çështja e kësaj bote është në dorët tuaja, pa pikë dyshimi, dhe është kënaqësia e Allahut, xhenetet e Allahut subhanahu wa taala. Tha Allahu në Kur'an: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Ai i cili ka frikë Allahut. Kush ka frikë Allahut subhanahu wa taala? Ai që dëgjon dhe respekton Allahun. Çka ka frikë Allahut subhanahu wa taala? Kush ka frikë Allahun, kush është i dëgjueshëm dhe respektueshëm ndaj Allahut subhanahu wa taala, është i devotshëm. Allahu tha: Allahu ka më dhënë çdo herë rrugdalje. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Dhe Allahu ka më furnizuar ka si shkon mendja. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dhe ai i cili i mbështetet Allahut, ati i mjafton Allahu subhanahu wa taala. Dhe tha Allahu: "Alaysa Allahu bikafin 'abdah?" A nuk i mjafton robit Allahu subhanahu wa taala? A nuk kemi lexuar në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në historinë e sahabeve, tabiinëve, tabiinëve, në historinë e muslimanëve, se si Allahu xhelle xhelaluhu ka bërë çuditëra për miqtë e tij? A nuk kemi dëgjuar luftën e Bedrit? As kemi lexuar dhe s'kemi dëgjuar për luftën e Bedrit, se si Allah subhanahu wa taala për ta natën i ndryshoi peshorët komplet? Në mbrëmje fotografia ishte ndryshe dhe të nesërmin jo besimtarëve ju ndruk komplet ndryshe. Dhe tha Allah subhanahu wa taala: "Wa idh yurikumullahu idh iltaqaytum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula wa ila Allahi turja'u al-umur." Për kujtoni momentin dhe çastin kur Allahu u amundsoi juve që në takimin e parë, pra në mbrëmje, para luftë, para ditës së Bedrit, në ditë përpara, kur janë ballafaqur ushtritë e muslimanëve dhe jo muslimanëve, sahabët me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe Kurejshit me Abu Xhelin, kur janë taku, çka tha Allahu? Yuqallilukum fi ayunihim. Allahu e bani që ju ata mi pa pak. Sahabët kur i kanë pa mushrik kanë thënë pak kanë, s'kanë shumë. Wa yuqallilukum fi a'yunihim. Dhe Allahu e bani që edhe ata me ju pa juve pak. Edhe mushrik kur i pan sahabët, to kanë pak. Liyaqdi Allahu amran kana maf'ula. Që Allah ta realizon një çështje që do të realizohet.
wa ila Allahi turja'ul umur, dhe çështët kthehen te Allahu subhanahu wa taala. Kjo në mbrëmje. Nesërmën, kur janë taku të nesërmën, laqad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata, fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlihim ra'y al-'ayn. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Tha Allah subhanahu wa taala, ju keni argument, keni fakte për plot fuqishmërinë e Allahut subhanahu wa taala, se sa i fuqishëm është Allahu, se sa i madh është Allahu subhanahu wa taala. Ku më e pa atë fakt? Ku më e pa atë argument? Tha Allahu, te ata dy grupe që u ballafaqun luftën e Bedrit. Një grup lufton fi sabilillah dhe grupi tjetër jo besimtar. E kjo grupi jo besimtarëve, gjendja e tyre, yarawnahum mithlihim ra'y al-'ayn. Të nesërmë mushrikt Kurejshit, kur kanë dalë më taku me sahabët, Allah thot, i kanë pas sahabët dhe ju ka duk si me qenë dy fishi i tyre. Ata kanë qenë 1000, ju ka duk sahabët si me qenë 2000. Kush e bani këta? Qysh ndodhi kjo? Ashtu ndodhi? E ndodhi me ndihmën e Allahut xhela xhelalu. Allah thot, ju keni fakt argumente në këtë çështje. Shikoni pak. Pra neve në ngelet, a do jemi, a nuk do jemi të dëgjueshëm dhe respektueshëm dhe Allah subhanahu taala. Në qoftë se jemi, u krima vetë. Mas pak të dalim fitimtar në momentin e vdekjes, kur qafim shpirtin Allah subhanahu taala, mas shumë ti Allahu na ban më këmbës në tokë. Lutim Allahun që Allah të ban musliman më këmbës në tokë, të e pushtet muslimanëve të gjykojnë ligjin e Allah subhanahu taala. Wa subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.